Ka qenë një përzierje ndjenjave mes gëzimit, mes shpresës, edhe mes të pasigurisë, edhe mbaj mend të 16 anëtarët, sidomos në fëmijët, unë kam pasur edhe djalin e Axhës, sepse ka qenë edhe periudha kur i merrshin ndjem të ri. Është rënqetja, domethënë ajo ora 8:05 minuta kur televizioni shqiptar në zgaboj ka qenë Besa Qeku kur dha lajmin se sapo erdhi informata që bombardimet filluan. Ka qenë në momenti i marrënqetës, ka qenë një përzierje ndjenjave mes gëzimit, mes shpresës, edhe mes të pasigurisë, por ndoshta po flas për gjithmonë si fëmijë, perspektiva ka qenë ajo që okay, domethënë shpresa tani po fillon. Tani të armës ose tunelit po i shifet drita. Edhe mbaj mend të 16 anëtarët, sidomos në fëmijët, unë kam pasur edhe djalin e Axhës, se jemi 5 ditë kemi diferencë me ata. Edhe filloi domethënë një super gëzim, derisa në anën tjetër ishte pasiguria sepse ishim në një zonë gjithmonë mali ta ofron ndjenjën, nuk thonë që është më sigurt, por mali ta ofron ndjenjën që mundesh dikun me u skaju, me u përgjedh, ndërsa në banesë për mua ka qenë ndjesia që je komplet i dorëzuar, pavarësisht që për momentin je në fizikisht sigurt, por në çdo moment. Dhe mbaj mend kur i kam pasur nanës edhe babës që nëse dikush vjen i kërkon, na kërkon, sepse ka qenë edhe periudha kur i merrshin ndjem të ri, i kinda po ishën se më thonë, edhe unë kam banu në katin e tretë. Edhe i thash babës dhe nanës, nëse në kush vjen me më kërku, më tregoni se unë du me këthy për i nalt, sepse unë me që atë jam konsideroj se do t'jem i vram, por ajo është më një fishë shpresë që unë do të mbjetoj.